Zoti i gjithësisë i ka dhënë gjitha këto hapësira të faljes tijinore që ne mos të përfundojmë që vetëm të bëjmë keq dhe mos të bëjmë asnjëherë mirë. Ka njerëz që sot kanë rënë në këtë, nuk janë pak. Është obligimi joni t'i ndriçojmë. Është obligimi joni t'ia tregojmë që nuk duhet ta lënë veten vetëm në shkatrim dhe në mëkate, po është detyra jona obligative. Ti themi që po, natyrë njerëzore dhe mund të bëjmë gabime, po kur nuk duhet ta lëmë veten vetë se duhet shtojmë dhe veprat e mira, që veprat e mira t'i fshin të këqija. Mund t'i kemi në familje, mund t'i kemi në fisin ton, mund t'i kemi të afërmit ton, mund t'i kemi shoqërinë ton, mund t'i kemi kolegët e punës ton, jo me dhunë, jo me fjalë të ashpra, amër zullumqar, amër mëkatar, nuk është kjo gjua jon. Vllai i nderuar, motër e nderuar, bëjmë gjithë gabime, Zoti na fal, por ti paksojmë ato. Se për të mirën tonë është shtojmë veprat e mira, se veprat e mira ndriçojnë shpirtin dhe largohesh nga e keqja. Veprat e mira i zhdukin dhe i fshin të këqijat. Vetëm kështu do shpëtojmë vetë dhe vetëm kështu do bëhemi mirësi dhe mbështetës edhe për vëllezërit, edhe për motrat tona shqiptare. Inshallah Zoti na bën nga të devotshmit. Amin ya rabbel alamin.